se çfarë përfaqëson ajo në historinë e këtij vendi, mendoj se përfaqëson një nga figurat më të zeza të korrupsionit në tërë ekzistencën e Shqipërisë. Do t'ja vetëm një shembull. Djegësi i Tiranës, mos harroni kur, se 130 milion euro, 130 milion euro, shkuan në gjykatë për dënime qesharake nga skapi i djegësit Tiranës. Prit. Po djegësit Tiranës u dënuan 2-3 drejtorë sa ishin ata, të cilët kishin firmos dhe nuk kam asnjë kundërshtim, kanë përgjegjësi për firmat që kanë vu. Por prit, nga momenti i firmës tyre, në qoftë se njësia e mbikëqyrjes së punimeve të djegësit e Tiranës do të kryen të detyrën ligjore që varej direkt nga Lubi Balluku, që gjendej në ministrin e saj si autoritet mbikëqyrës kryesor, kontraktues, sepse ishte transferuar, e ke parasysh, ishte transferuar autoriteti kontraktues, pra që asnjëri nga këta 3 persona të mos mbaj asnjë përgjegjësi ligjore, që kishte detyrë që çdo muaj të mbikëqyrte dhe të raportonte për ndërtimin, fazën e curinë e punimeve. Ç'a ndodh këtu? Në asnjë mënyrë skapi nuk i mirte dot këta, se po të mirte këta do ose do bëheshin të burgosur me para, të paguar, të burgosur të paguar, do paguan të Belinda kaq milion, ose do të regonin se nuk na ka leju Belinda për të bërë mbikëqyrje, dhe se parat janë dhanë për arsye se i ka marrë Belinda, minimumit, themi. Unë them se ka marrë Belinda parat. Parat i ka marrë Rama. Por Belinda, dorën se nuk e ve, por Belinda duke ditë që parat i mirë të Rama, me Erion Velin një pjesë, ajo heshte. Se kjo jo 1 herë 2 herë, jo 1 muaj 2 muaj, po 5 vite me radhë. Kështu që ai tuneli i Llogaras Osman është si punë e Nestian Gonit. Është si punë e Nestian Gonit, apo jo? Se ja ko ke, donë ti, urdo, ke njësinë e mbikëqyrjes. Do të raportonte të këti çdo muaj. Aty, si puna, thash, nuk është tamam si Nesti. Se dhe aty dore e Ramës është 100%. Se pazari u bën në Ankara. është bën në Ankara pazari. Kompania ishte e dytë me 130 milion euro, kompania tjetër me 180, dhe tani janë 50 milion euro, se po shkon 230, po shkon 230, dhe pristi ju, se prapë se këta janë të pa imagjinueshëm. Isha djenë Kuks, e morë t'ju vesh punë në Urës, histori turpi. Unë ju e shiftit që ura mbyllej, ura hape, dhe unë pyesa shnote me urën. Shnote me urën. Bëheshin poezi për harqet e hekurat, se janë aq, janë kaq. Mirë. Tani që ishte ura? Qka s'jel ura? Ura.
e pa imagjinueshme. Për të hyrë Kuks, tani duhet shkosh për shkak të urës, të dalish këtej edhe të vish nga mbrapa. Histori turpi, urdhë, aty ka qenë tunel. Projekt ka qenë tunel aty. Pra,